Sara Hoxha nis vitin me ndërhyrje. Po, e vërtet. Një ndër influencerët më me peshë në Kosovë e Shqipëri, Sara Hoxha për rreth 3 javë i mungoi pak me postime në rrjeteve sociale. Një periudhë e tillë është e gjatë për dikë që ka punë në rrjete sociale. Mirë po, kjo pas ka pasur arsyet e veta. Sara është nështruar së fund me një ndërhyrje kirurgjikale estetike. Ajo ka bërë gjoksin duke sjell fal mjekve në përmasat optimale, për të mos thënë perfekte. Gjoksi ka qenë mbasi vetmi detaj larg atyre që konsiderohen linja perfekte, andaj Sara ka bërë shumë mirë që ka bërë një ndërhyrje të tillë, rezultatet e të cilës vrehen tashmë qartazim. Ajo pa pikën e dyshimit mund të themi që ka trupin ideal për sezonin e nxehtë që është në prag, pasi duket në top form. Me shëndet Sara, tashmë s'ka mbet asgjë për mësysh. Zbulohet eksi Don Gjoni të cilës po i bën dis. Po, e vërtet. Kushdo që e ndjek e di që Don Gjoni është dukshëm aktiv pas iftari në rrjete sociale. Mbrëmjen e djeshme ka postuar nga palestra një fotografi me një shkrim që duket ishte një ngacmim i pastër. Teksa pranon që nuk po ka fat në dashuri, së fundmi reperi një orë shprehur, me rëndësi që eksat e mi po kalojnë shumë mirë me njëra tjetrën. Prive Bajliberta Spahi u lëmtoi pak për të kuptuar se për kë ka fjalën dhe dorën zemër nuk ishte aq e vështirë. Kjo sepse mizën prapa vesh të ka pasur influencerja Almira Azemi. Pak pas postimit të Don Gjon që pasonte një foto të saj me Raj Strefin, ajo është shprehur: "Nuk kam isha, kam shembuj të çfarë të mos bëj sërish", duke pranuar në një formë se shkrimi i Don Gjonit ishte drejtuar asaj. Nuk dihet sakt sa kanë qenë bashkë, mirë po me siguri të plot mund të thuhet që nuk i paskalon shihet mirë lidhja me reperin. Të paktën siç po pretendon vet, Almira një të ngjashëm nuk do ta kërkoj më. Vesa Vllazaliu ndahet nga partneri. Jo, e pavërtet. Gjatë ditës së sotme një lajm u përhap me të madhe në portalet që fliste për një ndarje të Vesa Vllazaliut nga partneri i saj, futbollisti Mirlin Daku. Shkas për këtë u bë udhtimi Vesës në Amerikë pa dëm. Ajo mori rrugë për një pushim me vëllain e saj dhe konatën, duke nxitur dyshime për një ndarje të mundshme, teksa Daku po qëndron në Kosovë. Prive Bajliberta Spahi u interesua jo në një, por në disa burime për të kuptuar të vërtetën. Të gjitha na thanë të njëjtën gjë. Lajmi për ndarje është krejtësisht i pavërtet. Gjërat mes çiftit po ecin super dhe nuk ka asnjë arsye për krizë apo larg qoftë për të dhënë fund lidhjes së nisur disa muaj më parë. Ne do jemi këtu, por për të rejat e mira nga ta që mund të vinë së shpejti.